Nga gjithsej 115 pacient që po trajtohen jashtë vendit pasi u lëndua në zjarrin në Koçan, 5 prej tyre janë në gjendje serioze shëndetësore. I pari i shëndetësisë Arben Taravari gjithashtu njoftoi se nga pacientët që po trajtohen nëpër spitalet e vendit, 12 sot do të lëshohen për kurim shtëpiak, ndërkaq edhe një pacient që po trajtohet në Beograd e që është në gjendje të mirë do të sillet në Shkup për trajtim të mëtejshëm për t'u lëshuar më pas në shtëpi. Sot planifikohen të lëshohen në shërim shtëpiak 12 pacient, që do të thotë se do të mbesin 27 pacient që do të vazhdojnë të shërohen nëpër spitalet dhe klinikat e Shkupit. Për jashtë shtetit vazhdojnë të jenë 115 pacient. Një lajm i mirë është që njëri prej këtyre pacientëve sot kthehet për në Maqedoni për të vazhduar me shërimin këtu, sipas rregullave dhe protokoleve që i kemi përgatitur. Në pyetjen e televizionit 21 se si e vlerëson ministri Taravari punën e tij me menaxhimin e krejt situatës me pacientët që kanë pësuar lëndime nga tragjedia në Koçan, ai tha se kanë bërë një punë intensive. Nuk është puna ime, është puna e ekipit, këto që i shihni dhe plot punësuarve në shëndetësi që as pak si shihni nëpër preskonferenca, këto janë vetëm këtu jemi 6-7 vetë. Ekipi që ka funksionuar kanë qenë mbi 20-30 vetë, të cilët kanë dhënë mund të jashtëzakonshëm, për vlerësim duhet të japin qytetarët. Disa vende të Europës perëndimore kanë ofruar rehabilitim afatgjat për pacientët me sëmundje më të rëndë, trajtimi i të cilëve mund të zgjasë me javë ose me muaj, njoftoi Taravari pas takimit me shtabin e krizës.